Po, ka nik femra nga mendja e kokës, patjetër. Pse ka nik femra nga mendja e kokës? Pse kërkon barazin gjinore, pse kërkon drejtat e veta, pse kërkon mos ta shfrytëzosh, mos ta përdorësh si shërbetore, mos ta përdorësh si skllave, mos jetoj me prindët e tu. S'do më jetu me prindët e tu më vëlla. Ti që do prindët e tu rri beshar, rri me prindët e tu. A shkon ti me jetu me prindët e gruas? Nuk shkon. Edhe gruaja s'vjen me jetu me prindët e tu fare. Femra thot, ti s'do jetosh me prindët e mi, as unë s'jetoj me prindët e tu. Pse ka nga menja këtu? Apo sa ashtu të levërdis ty? Le që ka ndodhur më përpara, nuk pyet kush ti ke qenë. Pse ka shkel drejtat e femrave më përpara, kjo nuk do thotë që do t'i shkelin pafundësisht. Hiqini këto koncepte. Pra ti më përpara e ke skllavëru femrën, e ke përdorur si skllave, e shërbetore të prindërve të tu. Pra ajo ka qenë pa drejtë, ajo gjë që është bëu femrës më përpara ka qenë pa drejtë. Kurse sot femra është duke kërkuar drejtsinë e vet dhe do kërkoj drejtsinë e vet deri në fund, shumë mirë bën. Dhe unë mbështes femrat që ta kërkojnë. Sepse nëse femrat mendojnë gjithashtu, atëherë do vi koha që mishku shqiptar do t'i lusin femrat. Që të martohen me to, e të jetojnë veshmas, e secili të bëj punë të veta. Pra, nëse gjitha femrat do jenë kërkuese siç jam unë, kshu ka përshku njerëzimi. Ti respektojnë të drejtat femrës. Ti thu, ka ik nga mendorja se të levërdis ty, se do t'i shkelësh ti drejtat femrës. Po s'ka, kjo është pa drejtësi, kjo është shkelje drejtave të femrës. Dhe unë do luftoj për drejtat e femrës. Kam luftuar gjithmonë që fëmijë i mbroja femrat të shkollë. Femrat e klasës time unë i mbroja. Gjithmonë i kam mbrojt. Kur ja shkelin drejtat meshkujt unë i mbroja. E pse kam dalën këtu? Sepse unë kam një jetë që kam mbrojt njerëzit, kam mbrojt drejtat e femrës. Të gjithë njerëzit mbrojt gjithësi. Edhe meshkujt ku i shkelin të drejtat femrat, për shembull. Sepse unë kështu funksionoj. Dhe nuk ka një femrat nga mendja. Po, i keni shfrytzu ju ja keni heqë të drejtat, ju ja keni shkel të drejtat, ju i keni dhonu dhe ju keni menduar që ajo ka qenë ajo që duhet të bëni me femrën. Jo, e keni shumë gabim. Dhe femrat sot janë të pavarura, arsimohen, janë punë, janë independente, edhe s'lejon më që t'ja shkelësh të drejtat. Kjo është e gjitha. Ndash ju vi hidhur ju meshkujve, sepse ju vjen hidhur që femra kërkon drejtën e vet. E kuptoni ç'a bëhet? Vetëm të shqiptarët e shokot gjon. Ju vjen hidhur që femra kërkon drejtën e vet. E kuptoni ç'a bëhet? Imagjinojmë ju hyjte e drejta juaj. Po vëreni pak veten ju në pozicion të femrës. Shkoni ti shërbeni ju femrës, ta lani, ta shplani, kujdeseni për prindërit e femrës, ti gatuni femrës. Po shkoni ju një, pse se bëni ju? T'ju rrafin femrat, ju shdepin ndron. A do ju pëlqen ju ta bënin? Pse du ta bëni ju me femrën këtë gjë? Për çfarë arsye? Pse mashkulli duhet të ketë prioritet ndaj femrës, në krahasim me femrën? Për çfarë arsye? Se të levërdis ty. Po normale që kanë rrjedh nga tru, se të levërdis ty më rrjedh. A kupton? Kështu e çon ti. Sa aq arsim ke, aq intelekt ke. Unë ty për shembull të çuj, me këtë koment që ke bëu ty të çuj analfabet me një 8 klas shkolli për humbur atje në zona malore që s'ja ke haberin as me shkujt tamam s'di. Imagjino, dish logjikisht ti këtë që po themon.